padrejtësinë në vazhdimësi, po edhe për neve është si një lloj rikujtese e asaj se në për çka ka kalu kjo shoqëni. Se dishim me Elizën po e nxam në komunën e Rahovecit dhe patëm disa takime në Krushë të Madhe. Do thotë të flasësh me ata njerëz, ti ndëgjosh përvojën e tyre, të rikapitulosh kontekstin politik edhe agresionin genocidial të një shteti ndaj Kosovës, me të vërtetë është edhe një moment heshtje ku secili thret të ndërgjegjes për këtë lloj asimetrie që ka ndodhur në kontekstin politik të barazimit të agresorit me viktimën. Do thotë tregimet e tyre janë aq dëmshme, janë aq të vërteta, janë aq të pashtihume, janë reale në mënyrën se çysh ka ndodhur, sa të rënqethin si të tillë. Mos të harrojmë, atje ka ndodhur masakra të mëdha, sigur ka ndodhur në disa pjesë të Kosovës, edhe të kthen në një lloj meditimit të padrejtësisë politike që ju ka bë kësaj shoqërie. Nëse kthehemi ajo që përmendi Eliza, nëse kujtojmë pikë referimin e kësaj gjykate te Kovačevi dhe Dikmarti, dhe mandej hapat e mëvonshëm që ajo gjykate hu pikë referimin e saj për të vazhduar me kontekste tjera, me të vërtetë është një atmosferë absurdi e acurisë asaj gjykate. E përmene aktivizmin edhe në lloj qytetarin si përgjithësi mrena botës e demokracisë liberale, dhe ky aktivizëm i jonë jo e thënë në mënyrë cinike për reale, i ndihmon ose provon të ndihmoj atësaj gjykate që të demokratizohet dhe të mbetet mrena paradigmës së demokracisë liberale. Sepse është një dallim shumë i rëndësishëm në botë përjetimet ideologjike dhe politike që e bëjmë ndarjen e sistemeve demokratike dhe sistemeve totalitare.